Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Kreshnik Gashi dhe ju jeni me emisionin Drejtësia në Kosovë. Sonte do flasim për presionin që Banka për Biznes i ka bërë Erdogan Pirçit për të hequr dorë nga ndjekja gjyqësore për zyrtarët e kësaj banke. E po ashtu, do flasim për menaxherin e ATK-s në regionin e Mitrovicës, i cili për disa vite ushtroi funksionin e kryesorësit të bordit të kompanisë Uniteti, pa pasur lejen e menaxhmentit të ATK-s. Uksin Recaj është njëri nga themeluesit e Partisë Demokratike të Kosovës në Mitrovicë. Për disa vite, ai kishte qenë edhe asamblejist i kësaj partie. Ai është emëruar në postin e menaxherit të ATK-s për Mitrovicë në vitin 2010. Me rregullore e ligjit të ATK-s, punëtorëve e veçanërisht menaxherëve të ATK-s nuk u lejohet të mbajnë punë të tjera. Por ky rregull nuk ka vlerëtur për disa vite për njeriun e afërt të PDK-s. Nga komuna ku ishte asamblejist, Recaj ishte emëruar si antar i bordit të ndërmarrjes Uniteti. Kjo ndërmarrje në vazhdimsi ishte bërshlia e ATK-s, dhe megjithatë, zyrtari i ATK-s i cili duhej të kujdesej për mbledhjen e borxhit, ishte pjesë e ndërmarrjes. Kur e pyetëm administratën tatimore të Kosovës, ata na thanë se Recaj ishte lejuar të punojë në Uniteti për 2 vite, ndërsa në pjesën tjetër të mandatit 3 vjeçar, ATK nuk kishte dhënë leje. Megjithatë, puna kishte vazhduar. Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se zyra e standardeve profesionale në kuadër të administratës tatimore të Kosovës ka lejuar punën sekondare të zotit Uksin Recaj në ndërmarrjen publike Uniteti nga data 21/3/2011 deri me datë 21/3/2013. E kur kërkuam sqarime nëse zoti Recaj ka pasur mundësi të ushtrojë postin e antarit të bordit edhe pas vitit 2013, zyrtarët e ATK-s na thanë shkurt. Leja ka qenë deri në vitin 2013. Vetë Uksin Recaj në intervistën për emisionin ton pranon se i ka mbajtur 2 pozita, por në fund ka vendosur që nga njëra të jap dorëheqje, për shkak se nuk lejohet me kodin e etikës së ATK-s. A keni ushtruar funksionin e kryetarit të bordit në kompaninë Uniteti? Po, kam qenë antar i bordit në kompaninë Uniteti, deri në vitin ka mesi vitit 2014 më duket, antar i bordit. A vazhdoni me ushtruar funksion? Jo, nuk vazhdoj. Domethënë, faktikisht kam vetë nuk jenë zgjedh antar të ri të bordit në kompaninë Uniteti. Pse komuna po thotë që ju vazhdoni me ushtruar funksion, komuna e Mitrovicës? Nuk jam të vazhdu, nuk di që kanë thonë ata, mirë, po vetë fakti që mandati jonë ka qenë duke 3-4 vjeçar, në momentin që është ndërprerje mandati i qenit antar i bordit, komuna sigurisht ju desh me zgjedh antar të ri të bordit, aksionarët e komunës në vërtet, dhe na nuk e ushtrojmë atë funksion. A ki pengesë ligjore sa i përket kësaj funksionit si drejtori i ATK-s edhe antari edhe kryetari i bordit? Në momentin kur i na zgjedh në vitin 2019, nuk më kujtohet, nuk ka pas pengesa deri në përfundim të mandatit. Mas përfundimit mandatit, domethënë nuk lejohet një gjë e tillë, jo për shkak konfliktit të interesa, po për shkak të një kodit etikës të administratës tatimore. Se kur jam zgjedhur, domethënë unë kam qenë edhe deputet i Kuvendit Komunal. Dhe ka qenë si post politik prej Kuvendit Komunal, kam qenë i propozuar edhe si antar i bordit. A lejohet kjo punë me ligj? Po, lejohet me ligj, po. Domethënë në kohën kur jemi zgjedhur, është leju. Tash domethënë për me qenë duhet me pas një leje prej punëdhënësit për me vazhdu mandatin. Sidomos tash, domethënë kemë se çdo vjet si më thonë bihet nga një urdhër prej punëdhënësit, i cili ju sugjeron punëtorëve vetë që nuk ban me konkuru me u zgjedh. Domethënë mandati jonë ka qenë unë që kam vazhdu, ka qenë në kuadër të një mandati që kam pas, jo që jem zgjedh. Se për mu zgjedh duhet me konkuru, konkursi është publik. Domethënë aksionarët nuk kanë shpallë konkurs publik, faktikisht ata janë antarë që kanë ekzistuar edhe më herët.
Drejtoria ATK-s në Prishtinë atë ka dërguar letë për punën e bordit të unitetit? Jo për unitetin, mirë, po jo mu direkt, po zakonisht është një shkres, thash që drejtori e përsëri tuja çdo vjet, që nuk kanë të drejtë me u zgjedh. Kjo ka qenë vitin, me sa më kujtohet, drejtori me pashëm 2012 në muajin e 9-10, nuk jam i sigurt. Mirë, po ai ka vle për antarët të cilët konkurrojnë me u zgjedh. Jo për ata të cilët kanë qenë zgjedhur me bën ndërprerje të mandatit. Ata që kanë vazhdu mandatin e kanë vazhdu derisa kanë pas, në përfundim të mandatit zgjedhën. Pra vetë Ukshin Recaj pranon se nuk ka mundur të ushtroj pozitën e antarit të bordit të unitetit në njërën anë dhe në anën tjetër pozitën e menaxherit të ATK-s në regionin e Mitrovicës. Megjithatë, ai thotë se ka vazhduar të ushtroj pozitën me arsyetimin se komuna nuk e kishte zëvendësuar atë. Pas intervistës me zotin Recajin, kuptuam se ndërmarrja në vazhdimsi kishte pasur borxhe ndaj ATK-s. Në rastet e caktuara, këto borxhe kanë shkuar deri në 48.000 euro. Sipas ligjit për konfliktin e interesit, menaxherët e ATK-s janë zyrtarë të lartë dhe të njëjtit, nuk mund të ushtrojnë pozita të cilat i sjellin në situata të konfliktit të interesit. Në këtë rast, uniteti është kompani e cila në disa raste nuk i ka paguar taksat në ATK dhe e cila për deklarimin tatimor inspektohet dhe kontrollohet nga inspektorët e udhëhequr nga Ukshin Recaj. Për ta sqaruar nëse mbajtja e pozitave të tilla është në konflikt interesi dhe nuk lejohet me ligj, përpos mendimit të ATK-s kërkuam edhe mendimin e Agjencionit Kosovar kundër korrupsionit. Ky agjencion shikues të nderuar vendosi të merret me situatën në Recajt vetëm atëherë kur hulumtuesit tanë kërkuam sqarime dhe në kohën kur kishin kaluar 5 vite nga koha kur Recaj ushtronte 2 funksione. Na u desh të presim disa javë deri në momentin kur AKK na ktheu përgjigje. Në një shkresë të pranuar në zyrën tonë, AKK na njoftoi se rasti pas një hetimi është mbyllur me një sqarim interesant. Për shkak të kompletimit dhe argumentimit të lëndës, kemi kërkuar nga zoti Recaj që të na dërgoj tekstin e dorëheqjes me vullë dhe protokoll. Më 12 janar 2016, zoti Recaj në AKK ka dërguar një kopje të shkresës së datës 18 dhjetit 2015, në të cilën shihet se ai ka dhënë dorëheqje nga të qenurit antari bordit të KRM uniteti. Në fakt, zoti Recaj ka deklaruar se ai edhe më herët nuk kishte marrë pjesë në takimet të KRM uniteti, por me shkrim dorëheqjen e ka ofruar në këtë datë. Pra, Ukshin Recaj u kishte thënë hetuesve të AKK-s se para pak ditësh ka dhënë dorëheqje nga pozita antarit të bordit të unitetit. Dhe kjo situatë për AKK-n nuk paraqet më konflikt të interesit. Ani pse për 5 vite Recaj kishte mbajtur 2 pozita. Për vendimin e AKK-s dhe për faktin se 5 vite ky agjencion nuk e kishte parë të rrugës të shikonte këtë situatë të mundshme të konfliktit të interesit, ne kemi kërkuar intervistë me drejtuesin e AKK-s Hasan Preteni. Mirpo, ai nuk ka pranuar të japë përgjigje. Komuna e Mitrovicës është aksionar në kompaninë Uniteti. Kryetari i komunës shprehet i pakënaqur me punën e bordit të kësaj ndërmarrje, e cila u qeveris nga bordi ku ishte pjesë edhe Ukshin Recaj. Sa i përket bordit kësaj kompanie, a e njoftuar kush janë antarët e bordit, a sa munden ata me shty punë përpara në këtë kompani? Unë s'kam marrë asnjë raport për bordit drejtarëve të cilët janë në këtë kompani dhe me të vërtetë jam shumë i pakënaqur për arsye se bordi është duke tullet dhe bisedon dhe të gjojnë zgjedhje për këtë kompani dhe të shtin funksion këtë kompani, e cila me të vërtetë është për keqardhje, po është e papranueshme për mua. Ukshin Recaj, drejtori i ATK-s, po vazhdoi me kon kryetari i bordit i përzgjedhur i komunës Mitrovicës. Po është një bord i cili është i ka kaluar dhe afati më mendoj unë, për arsye se është i zgjedhur prej Avni Kastratit, nuk është i zgjedhur prej meje dhe unë çdo herë po tendoj që të bëhet një bord i ri për arsye se është i pasuksesshëm. Dhe kjo duhet sa më shpejt që një herë për gjithmonë të përfundojmë këtë çështje për arsye se kompania duhet me qenë funksionale. E përpos konfliktit të mundshëm të interesit, hulumtuesit tanë zbuluan edhe një fakt interesant. Antarët e bordit të ndërmarrjes, përfshirë dhe Ukshin Recajin, kanë marrë paga edhe pas përfundimit të mandatit.
Ata vazhdojmë i marrë disa pagat më krahasu me pagat që i marrin punëtorët e kratë në kompaninë Unitet. Ukshin Recaj, drejtori ATK-s, a është pjesë i këtij bordi? Ukshin Recaj është kryetar i këtij bordi. Kush e ka deleguar ato? Ajo zgjedh prej Komisionit Komunal të Aksionerëve në mandatin e kaluar, po për shkak që tash kemi një komision komunal të aksionerëve të ri, do duhet që me u zgjedh një bord tjetër. Drejtori i kompanisë Unitetit, Skënder Tahiraj, thekson se Recaj kanë qenë antar i bordit, por i ka përfunduar mandati. Ai shton se edhe pas përfundimit të mandatit, bordi mblidhen në ndonjë konsult rreth kompanisë. Pse po thu ka qenë Ukshin Recaj? Këta ka qenë sepse ju ka skaduar mandati në vitin 2014 dikun, 8 orë. A vazhdojnë me marrë veprime, me marrë vendime? Jo, për momentin jo, përveç në konsult, lidhshmëria është nëpërmes menaxhimit të dhurinave në konsult, diçka kështu. Kur ne e pyetëm zoti Recajn sa merr pak nga kompania Uniteti, edhe pse i kishte përfunduar mandati, Recaj na dha një përgjigje interesante. Aksionarët e komunës thonë që ju vazhdoni me marrë pagën, edhe ju personalisht po dha antarë të tjerë të bordit. Ja, antarët e tjerë të bordit, domethënë antarët janë 4 antarë, 5, 4 më duket, domethënë ata morrin pagesë. Se janë antarët të komunave tjera, është komuna e Vushtrisë edhe komuna e Skënderajt, që i kanë bërë për trirjen, edhe një antar është i komunës Mitrovicës. Ndërkaq ju personalisht a merrni pagë? Jo, nuk marr pagë. Sa i përket anës ligjore, a kinaj pengesë ligjore? Sigurisht mos e kanë përzi këtë çështjen e pagës, se Uniteti edhe është vonu me pagesën e pagave, ka mujt në domethënë shtyrje 4 muaj, 4-5 muaj. Mundet me qenë ai pagë që ka mujt me lëviz, po jo. E pam se në Mitrovic lejohet edhe kjo. Inspektuesi i tatimit mund të jetë pjesë e bordit të ndërmarrës e cila i ka borxh ATK-s. Po ashtu pam një dështim të institucioneve në parandalimin e konfliktit të mundshëm të interesit. Një gjë është e qartë. Ukshin Recaj u largua nga Uniteti vetëm atëherë kur ai vendosi të jap dorëheqje. Përfundimisht dilemën e dorëheqjes së Recajt e ka zgjedhur komuna e Mitrovicës me anë të një komunikate të lëshuar me datën 6 të këtij muaji, në të cilën shkruhet se bordi i drejtarëve të kompanisë Uniteti e ka aprovuar dorëheqjen e Recajt nga kryesuesi i këtij bordi. Komisioni Komunal i aksionarëve të kompanisë rajonale të mbeturinave Uniteti në përbërjet e Vesel Neziri, kryesues, dhe antarët Naim Hajra e Merita Shyti në takimin e mbajtur të mërkurën me 6 prill 2016 kanë diskutuar për gjendjen e përgjithshme në ndërmarrjen Uniteti. Komisioni Komunal i aksionarëve në të njëjtin takim shqyrtoi dhe unanimisht aprovoi dorëheqjen e kryesuesit të bordit Ukshin Recaj. Mbetet të analizohet nëse në rastin Recaj çdo gjë ishte në rregull me ligjin. Tani po vazhdojmë me pjesën tjetër e emisionit ku kemi trajtuar mënyrën se si banka për biznes i bëri presion Erdogan Pirçit të tërhiqet nga një padije mundshme që ai mund ta ushtronte ndaj kësaj banke. Problemet e Pirçit me bankën nisën në muajin maj të vitit 2014, kur ai kishte blerë një veturë të prodhimit BMW X6, e cila në atë kohë kishte qenë peng në 2 banka të tjera. Marrëveshja e Pirçit me shitsin ishte që parat për makinën do paguheshin ditën kur do largohej makina nga pengu. Siç edhe rrëfen Pirçi, 2 muaj më vonë shitsi kishte sjellë dëshmi se makina nuk ishte peng i bankës dhe ishte madh i lirë për qarkullim. Zotni Pirçi, apo na tregon që është puna e BMW-s? Po, une BMW-n e kom ble 2014. Ndërkohë, kur e kom marrë, jena shku të Barriri dhe noteri. Edhe kur e ka konstatu, noteri u konë në 2 vene hipotekë. Edhe na jena marrë vesh, me ja pagu kistin e parë, kur të qënë prej hipoteke, me ja pagu kistin e dytë. Edhe që ka ndohë masani? Dokumentat krejt. Masanej, me të shtatin, 2014, unë jam shku në bankë, ja kom bo pagesën e kistit parë, edhe ja kom qu
personit letrën që kur qohet prej hipoteke, ja pagujmë këstin e dytë. Kur ja ke pagu dytin, a është liru për hipoteke? U shliru për hipoteke me të shtatin 2014. Edhe unë jom shku në bankë, ja kom lëshu personit paret, pse më ka thonë noteri. Cili noter? Barlyu Dinaj. Edhe masëne, unë e kjerën e kom registru, ja kom qitë namën djalit. Se të shkon hipoteku, nësë kisha mujtë me qitë kjerën namën djalit. Edhe e kom marrë autorizimin. Prej njëtit person, njëtit noter, jom shku në Turqi, jom këthy. Po ndërko, djali, në 2015, e ka shqit kjerën, me leje tem, ka bo ndrim banese. Kur jom shku, të njëti noter, të Barlyde, që me ja qitun e kjerën namën tina, kjerë jam u dal hipotek. Qysh ka dal hipotek? Qysh? Unë kur e ku marrë kjerë jam sukon hipotek. Kur jom shku, kjerë jam hipotek. Jom shku e ku më vërtetu të banka jam. Ma qo hipotek, ja diqka që pa di une. Banka jam ka thonë, jo, po shko, se ndërko djali jam e ka hupat letrën e që prej noterit prej këti Barlydet. Kur kom kërku të aj letër, a i s'ka pas letër. Që është me gjvur me pas letrën, me rujtë. Ndërkohën banka jam ka thonë që me shku të Ministri Tregtis, jom shku e kom lyp letrën, edhe aty më ka dalë që kjerë jam u hi me parin muj 12-in. Hipotek, 2015-in. Qysh kjerë jëtë, namen tanë, namen dikuj tjetër po hen hipotek? Ato e din banka. Cila banka është kjo? Banka e biznisit private. Cili person me të kanë kontaktu? Me Agron Krasniqi unë e kom pas, jom shku 2 herë, 3 herë, i kom tregu letrat, i kom tregu krejtë, se më ka marrë parasysh. Po kur jom raune, si jom smu, s'kom mujtë me flajtë, si loj depresioni. Për shka? Prej sikletit, se kënena kjerën njerit ja kom shit. Njerë e lyke me ja përthy, unë me ja përthy nuk mujsha. Si në rrëfeu Pirsi, makina e ti me tabela e pronar të ri ishte futur në pengun e bankës pa lejen e ti. Madje në transakcionet tek noteri, ati ishte thënë se makina nuk është regjistruar si peng. Për situatën ku makina futet peng i kredis, pa e ditur pronarin legjitim, e pyetën bankën për biznes. Zyrtarët e bankës, edhe pse u takuan me ekipin ton, nuk pranuan të flasin para kamerës. Vetura është regjistruar për herë të parë me datën 23 maj 2011. Për informacion tuaj, në atë kohë sistemi i regjistrimit të pengut ka qenë i organizuar me anë të një databaze në të cilën publiku nuk ka pasur qasje. Për shkak të ndryshimit të sistemit që është varur nga regulatori i jashtëm përkatësisht, aplikacioni i regjistrimit të pengut, pengjet e vjetra është dashur me pas të bartën në sistemin e ri të regjistrimit të pengut në mënyrë retroaktive, dhe ky sistem ka mundësuar qasje të drejt për drejt nga publiku. Gjatë procesit të konvertimit të pengjeve, siç duket ka pasur mangësi teknike dhe mund të ketë shkaktuar lëshime procedurale. Siç na tha banka, kjo situatë nuk ka ndonjë problem dhe për bankën nuk paraqet ndonjë shqetësim fakti se makina e Pirçit është futur në listën e pengjeve pa e pasur lejen e tij. Masi që e ke regjistru kjerën në emrin tonin, atëherë është kthy në hipotek. Po. Unë e kom vozit kjerën 6 muaj. Problem s'kom pas. Se kjeri me shtatin 2014 u qu prej hipoteke, edhe unë ja kom bo pagesën, e kom vozit 6 muaj dit, e kom marrë prej noterit këtë autorizimi, se mase e qita në djalit kjeri, e mora se shkova Turqi, u ktheva, ndërko djali e shiti kjerin, boni një farë ndrime me banes, kur shkova unë të njëjti noter, djali shkoj të njëjti noter, dul kjeri hipotek. Kush ka faj? Banka. Banka private e biznesit. A ke kontaktu me tatin e? Po, jom konë 3 herë, i kom lut, i kom marrë dokumentacion, ja u kom qu, se më kanë marrë parasysh. Çka të kanë thonë? Më kanë thonë që i kjeri është hipotek, namën personit. Unë i kom tregu rastin që unë kur e kom marrë kjerin, kjeri jam me qitë datë, me të shtatin 2014 u hiq prej hipoteke, edhe banka jam, ja ka lëshu paret, edhe noteri Barlyu dhe Dinaj,
Më ka thonë që keri so hipotekë, dëshmitare kume edhe noterin, unë në lirësht edhe të notere, me shku me vetë. Edhe që të ka thonë banka, që ta ka arsytu që është hjekë? Banka ma ka arsytu kështu sistemi o fajtor. Se sistemi bankar, që pa di qëfar sistemi këta kanë. Une as mu isha me flajt natën, as mu isha me najtë shpit tam, as mu isha prej sëkleti. S'kisha rrugdalja, shkati, kërkosh s'mu i keqare me gjithë. U smuva, një 2 muj dhe të spital Prishtinë, kom najtë, se pëlcitën arterjet, pa ta gjakderdit madhe. Të këshyrim ku o faj, se ata e fajsëshin sistemin, a o sistemi fajtor, a unë që e kom vlerë me paret mija fajtor, a banka. Edhe që ka ndodhi, Masanej? Masanej, kur i thashun e petire polici, atër undrum fjallët, atër kjo agroni mu më tha, ajdin që të bëjmë një marrëveshje. Noteri i cili hartoi kontratën e shitblerës së makinës Bardhyl Dinaj nuk pranoi të flasë para kamerës. Mirë po sipas tij, në ditën kur ai ka vërtetuar kontratën dhe e ka lejuar shitjen, makina nuk ka qenë regjistruar si peng. Unë e di këtë problem sepse e kam hartuar kontratën, tashmë kjo është e mbyllur dhe nuk ka të bëj fare me noterin. Gjithçka çka keni drejtoni te banka sepse ky sistem fillimisht nuk ka treguar se është peng, e me vonë ka figuruar se është i tillë. Erdogan Pirsi pretendon se banka për biznes e regjistroi makinën e tij në llogarinë e pengjeve, pa lejen e tij dhe për llogaritë të dikujt tjetër. Automekaniku nga Voshtria tregon për peripecitë të cilat u deshti ndjek për ta bindur bankën që t'ia largonte makinën nga regjistri i pengut. Cilla ke marrëveshja? Marrëveshja ke, qëtash avokati jam, me ndërpre këtë padin, e kë me ma leju keren me hiq për hipoteke. Ka në padite ti? Unë e padita bankën private biznisit. Edhe që ka ndodhi, Masanej? Masandej, na u morën vesh me agronin, që si dëshmitar agroni, avokati jam ja dorëzoj letrën agronit, agroni ja dorëzoj letrën që s'është keri jam hipotekë. Çka kërkoj banka pe juve që përmbranda një dite me liru veturën pe i pengu? Ndërkohë, edhe klienti personalisht ka kontaktu me zyrtarët e bankës, që kanë bisedu konkretisht, nuk më kujtohet e nuk e di se nuk kam qenë prezentune. Mirë po, pej meje, përmes klientit kanë kërkuar që të deklarohem me një deklarat në formë të shkruar dhe të notarizuar. Kjo është dhe më thonë. Çka konto? Që nëse lirohet regjistrimi i pengut, regjistrimi i pengut nga regjistri, klienti im nuk do të ushtroj padi ose kërkes padi për kompenzim dëmit material apo jo material, lidhur me dëmet që ka pësu. Pra, siç na tha avokati dhe Pirsi, banka i ka obliguar ata që për të larguar nga hipoteka makinën, ata të hartonin një deklaratë notariale me të cilin zotoheshin se nuk do ngrisnin asnjë procedurë ligjore ndaj bankës. Por në përgjigjen e tyre, banka mohon pretendimin se detyruan Pirsin të heqë dorë nga ndjekja e bankës. Ata thonë se e hoqën makinën nga pengu vetëm me qëllime humane. Deklarata e hartuar nga ana e avokatit në këtë rast është procesi i cili ka ndodhur jashtë arsyeshmërisë juridike. Banka është një institucion që respekton ligjet në fuqi, por nuk mund të privojë të drejtën e asnjë qytetari të ngrisë padi ndaj saj. Banka lirimin e pengut nga hipoteka në këtë rast e ka bërë duke u bazuar në një vendim me karakter human, duke marrë parasysh presionin e ushtruar nga ana e blerësit veturës në drejtim të palës, me cilin banka ka pasur marrëveshje mbi posedimin e këtij kolaterali. Pazakon, një qytetar nga Voshtria pretendon se banka e futi makinën e tij në hipotekë pa lejen e tij. Erdogan Pirsi rrëfeu se për ta nxjerrë nga lista e pengjeve zyrtarët e bankës i kishin sugjeruar të hartonte një dokument notarial ku ai hiqte dorë nga padia ndaj bankës. Zyrtarët e bankës thonë se makina ishte peng dhe largimi i saj u bë vetëm me qëllime humane të bankës.
ndërsa nuk e pranojnë se obliguan Pirsin të bënte aktin notarial. Për këtë situatë, kërkuam sqarime nga Banka Qendrore e Kosovës. Autoriteti i cili mbikëqyr bankat në Kosovë në një përgjigje me shkrim nuk na dha ndonjë sqarim konkret. Lidhur me çështjen tuaj, po ju informojmë si në vijim. Regjistri i pengut në cilin institucionet kredidhënëse i regjistrojnë asetet për sigurimin e kredive është në pronësi të Agjencionit Kosovar për regjistrimin e bizneseve në Ministrinë e Tregtisë. Regjistrimi i pengjeve gjithsesi regjistrimi bëhet konform rregullativës e cila rregullon marrëdhëniet në mes të institucioneve financiare kredidhënëse dhe ARBK-s. Pra, Banka Qendrore nuk na dha ndonjë sqarim konkret për këtë rast. Adresa e radhës, Agjencioni i Regjistrimit të Bizneseve. Këta të fundit kontestojnë pretendimet e bankës se pengu ishte regjistruar në vitin 2011. Pronari po thëtë që nuk e ka fut vetë peng, po banka e ka fut pasi që ai ka qenë pronar. Në bazë të shënimeve që kemi, në bazë të verifikime që kemi bërë në sistemin e regjistrit të pengut, për lidhur me atë veturën, me këtë regjistrim, dhe me thonë me numër 2015-01-1239, i cili është bërë nga institucioni Banka për Biznes, nga institucioni bankar, Banka për Biznes, ky regjistrim, është bërë me datën 12-01-2015 dhe përfundon deri më 12 parin 2018. Po në emën të kuj ka hy si hipotekë? Kjo, dhe me thonë, si pengmars, dhe me thonë dihet Banka për Biznes ka qenë, ndërsa këtu janë 4, dhe me thonë janë pengvënësa. Mirë po, këtë lirim të pengut e kanë për detyrë, dhe me thonë, institucioni që ka bërë regjistrimin, ai është edhe i obliguar që ta bëj edhe trajtimin e atij pengu. A e verifikoni ju a ka të drejtë banka me fut në hipotekë një veturë të cilën ju ka ndru 2-3 pronarë? Mirë po, ai me libreze ka regjistru, në bazë të librezës prezentume, që ka prezentu kredimarsi. Po ka librez tjetër vetura? Ka tjetër librez, është fut me librezën e Une ato shënime që ka janë fut, dhe me thonë që to, që ka bo dhe modifikimi. Dhe me thonë, ato të drejta, dhe me thonë, ai e ka regjistru, se ka pas drejt për momentin. Mirë po mandej, qëfar keqkuptime janë bo, ato na nuk mujnë me ditë. Peripecit që i ka pasur me bankën dhe noteret i kanë krijuar pasiguri juridike Erdogan Pirçit. A i thot se nuk do bëj kur farë blerje në Kosovë, bile e ka një frikë të çuditshme. Pse në policisë ke shku? Pse as vetë s'po di. Pse s'kom besu nërë që mundet me kry policia punë, se më ka thonë Badeva shkon si mbas fjallë, ajden. Po unë e shkova aty dhe më dha zotë të thash krimet e kom i thirë që këta policinë e krimeve ekonomike, kur i thash ata me tënë, edhe që aty kom pa që vetëmi kitë Kosovë është pak policia që i besojnë. Se unë e sot me shku për shpi të jam diqka më dridhe në kontë. Tut në mosonamën tjetër ku shpia jam. Mu besë nuk ka këtu. Unë e për vetë kur gjonë Kosovë nuk blej. As kerë, as shpi, as kur gjonë. Se këtu s'ka as drejtësi, as kur gjë s'ka. Unë e kom hitë shumë. Tu punu të qysh po shetin, me qitë zanat. E kisha lutë edhe popullin le të qeli sytë kur blenë diqka edhe kur bëjnë diqka. Se asbes noterit mu mos të nxojnë, s'ka asbes noterave. Del që so hipotek nesret, del që o hipotek. Qaq. Shikues të nderuar, e pam se si shefi ATK-s për Mitrovicën ishte pjesë e qeverisjes së ndërmarrjes publike unitete. Kjo ndërmarrje kishte borxhe ndaj ATK-s, por kur kryesuesi i bordit është përgjegjës i ATK-s, normalisht që bën edhe mos me i pagu tatimet. Në pjesën e dytë të emisionit, pam presionin që pati Erdogan Pirçi për të hequr dorë nga padit për bankën për biznes. Ne kaq kishim për sonte. Jo mund të na shkruani në kallzo.com. Unë tani po i lë me rubrikën Policia dhe deri të premten e ardhshme, nga unë Kreshni Gashi, mos e shkeni ligjin.
Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Prej Çalliboz ke morë një informatë në rrugën Agim Ramadonit të Emuna është një aksident trafiku me rendime, na po vazhdojmë drejtim të atij lokacimi. Që të mëjt, edhe su e klirë minus. Minus mëjt. Drejt në shosh. 4 metrë shko. Qapo. Përfundum aksident trafiku në ku kemë rrugën Agim Ramadoni, kanë qenë 2 të lënduar si pasojë e këtij aksidenti, të lënduarit janë në bord me ndihmë shpejt drejtim QKUK-s, na tash po vazhdojmë drejtim stacionit.